Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut do të ndryshojë politikën për dhënien e pasaportave të arta për investitorët e huaj, por pa hequr dorë plotësisht mbi mundësinë e marrjes së tyre për arsye ekonomike. Propozohet ndryshimi rregullores me të cilën deri tani ishte përcaktuar një shumë konkrete investimi për të marrë pasaport, shkruan Deutsche Welle. Ndryshimet vijnë pas rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Sipas projektligjit i publikuar nga ENER, arsyeja kryesore për ndryshimet e përgatitur nga Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonase është raporti i Komisionit Evropian ku thuhet se dhënia e shtetësisë ekonomike paraqet rrezik serioz të sigurisë dhe migracionit. Komisioni rekomandon që shtetet të përmbahen nga dhënia e shtetësisë mbi bazën e pragut minimal të investimit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton qendrën për ndihmë të shpejtë mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se qëllimi është krijimi i një sistemi më efikas dhe më të qëndrueshëm të reagimit urgjent mjekësor, shkurtimi i kohës së ndërhyrjes dhe përmirësimi i kapaciteteve për shpëtimin e jetëve njerëzore. Nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë të ditur se në fazën e parë parashihet veçimi i ndihmës së shpejtë mjekësore në Shkup si institucion i pavarur, pas së cilës gradualisht do të vijojë integrimi i shërbimeve të tjera në kuadër të qendrës së ardhshme për ndihmë të shpejtë mjekësore. Zëvendës kryeministria dhe ministria në detyrë e drejtësisë e Kosovës Donika Gërvalla kërkoi angazhime nga partitë opozitare për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas saj është e nevojshme që partitë të heqin dorë nga mentaliteti bllokues. Opozita do të bënte mirë mos vendoste kushte, sepse vendosja e kushteve, kurrëzimet janë parakush shumë i keq për fillim negociatash. Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës dhe ai është ai që vendos, nuk jam as unë, as opozita dhe as kusht tjetër. Qytetari e ka thënë fjalën e vet dhe do duhej si politikan të përgjegjshëm të vendit tonë të ulemi dhe të diskutojmë se cilat janë rrugët më të mira dhe përsëri. Ministria Gërvalla tha se zgjedhjet e fundit kanë qenë të panevojshme dhe se tani është koha për diskutime serioze për konstituimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit. Qytetari për herë të tretë e ka thënë fjalën e vet qartë, fituesi i këtyre zgjedhjeve po shihet. Po presim rezultatet zyrtare, po presim certifikimin e tyre edhe po dua të besoj që ishte hera e fundit që shkojmë në zgjedhje të panevojshme dhe në fakt edhe jo racionale dhe jo të kuptueshme për qytetarët. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Opozita shpreh shqetësim për gjendjen e lirisë së medias në Shqipëri. Në një konferencë përshtyp nga kryesia e Kuvendit, deputetja e Partisë Demokratike Judita Tabaku renditi dhe faktorët që paraqet raporti i reporterëve pa kufi për uljen e indeksit të lirisë së medias. Ajo paralajmëroi se ka kërcënime serioze dhe nga krimi organizuar. Intimidimi verbal dhe politik. Kto janë faktorët kryesorë që kanë bërë të mundur rënien e indeksit të lirisë së medias në Shqipëri. Kjo, shoqëruar njëkohësisht dhe me lidhjen e interesave ekonomike me pronësinë e medias, e bën të pamundur që media sot në Shqipëri të jetë e lirë. Ndër të tjera, ajo propozoi dhe ndryshime që lidhen me kodin penal në mbrojtjen ndaj gazetarëve. Të sigurojmë një kuadër ligjor dhe unë në emër të opozitës atje kam ofruar mbështetjen maksimale për ndryshime të cilët lidhen me kodin penal, që fatkeqësisht u refuzuan nga qeveria dhe u bën të pjesshme. Së dyti, mbrojtje reale ligjore ndaj gazetarëve kundër padive abuzive që njihen si padit slap, dhe së treti, për sa i përket mbështetjes për të gjitha ndryshimet ligjore që të ketë pavarësi qoftë në emërimet në rregullator, tek ama dhe tek radiotelevizioni shqiptar. Në ditën e 19 të saj protestat para kryeministrisë ushtrin drejt komunës së Parisit dhe rrugës së kosovarëve. Në këtë rrugtim, thirrjet e protestuesve ishin kundër liderëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, si Rama jep dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.